Trump tha se Emmanuel Macron nuk e di pse ai është nisur për në Washington. Sipas tij, nuk ka lidhje me armëpushimin, por është një çështje shumë më e madhe. Me kaq japim fund edhe këtij edicioni informative, ju vazhdoni të qëndroni këtu me Gonxhën dhe kolegët tjerë. Mirupafshim. Në dhomat e specializuara të Hagës është marrë vendimi për vazhdimin e paraburgimit edhe për 2 muaj tjerë ndaj Hashim Thaqit në rastin ku bashkë me Kadri Veselin, Recep Selimin dhe Jakub Krasniqin po akuzohen për krime lufte. Ndërkaq të dashur, sot kemi të ftuar 3 bashkëluftëtar në studion e emisionit të mëngjesit për folur rreth kësaj çështje dhe jo vetëm. Presim në studio Ismail Selmani, njohur si komandant Mala, Zenel Kryeziu dhe Nazmi Halili. Vend dhe pro. Mirë se erdhët. Lavdi. Urdhroni, mirë mëngjes, përshëndetje dhe mirë se erdhët. Mirë mëngjes edhe juve, mirë se ju gjetëm. Kënaqësi që ju kam studio, kërkoj ndjesë, ndoshta unë nuk jam shumë e familiarizuar edhe me këto procedurat, çdo që t'jetë, provova që t'ju jap pak respekt në ato momente. Dhe çdo e respekt, faleminderit edhe për këtë simbol që besoj du të burrët gjithë populli shqiptar e pas afër. Mirë, ju kemi pas edhe para disa ditëve shpërmes një lidhje direkte, ajo që na ka zgjuar shumë interesim, ka qenë po ashtu dhe uniforma juaj që jo vetëm në këtë studio, por ju kanë parë, ju kanë ndjekur dhe admiruar qytetarët gjithandej kudo që ju keni marshuar për ditët e çlirimit të Kosovës, keni pasur aktivitete të shumta apo jo, komandant? E para mirë mëngjesi dhe është një privilegj dhe një nderim që na bëtë. Atëherë, para se të përgjigjem në pyetjen tënde, më lejo që fillimisht të jap një mesazhin tim luftëtari për luftëtarin, bashkë me shokët e mi luftëtar. Ju bëjmë mesazh të gjitha familjet e dëshmorëve, të cilët ata dhanë më të shtrenjtën jetën për shtirimin e këtij vendit. Po ashtu do të përçoj edhe një mesazh të gjithë invalidët e luftës, të cilët vërtet ju mungojnë gjymtyrët e tyre akoma në trupin e tyre. Po ashtu edhe një mesazh tjetër të gjitha atyre të cilët humbën jetën në luftën shërimtare apo në luftën të tokës, çlirimit tokës Dardane. Po një ashtu, i bëj edhe një apel mbar popullit shqiptar, cilët të rrezgjohet se ky vend i larë me gjak do njerëz të devotshëm, dhe do njerëz transparent, se kështu e kërkon toka arbrore apo toka Dardane. Sa i përket të kthehem në pyetjen tënde. Po, ashtu siç e thatë ju, ne ose mund ta kishim thënë edhe pyetjen se pse jemi të veshur kështu apo jo nga revolta, po nga dëshira e madhe, sepse si pjesë e luftës që sot kur flasim dhe luftarët për luftën, na mungojnë dhe shumë shokët në anën fizike. Prandaj të gjithë ata që u ngritën në altar të ririsë, ne ju themi rënë, ata nuk bien asnjëherë dëshmori, vetëm që ngritën në altar të ririsë. Dhe ata e kanë dhënë mesazhin më të mirë të mundshëm edhe kur na thonë o ju të gjallët, gjysëm të vdekur. Ne sot jemi gjysëm të vdekur sepse them këte se edhe ne kemi pas fatin të jemi dëshmor. Por megjithatë, këtë uniform që e veshmi edhe sot e bajmë me krenari, që të përqojmë pak mesazh tek secili qytetar i tokës Dardane. Po si po reagojnë kur ju shohin qytetarët me këto veshje? Qytetarët reagojnë në mënyrë brillante. Sidomos nxënësit, ma të abrohorimat të mëdha, uçek, krenaria e kombit, po. Edhe në gjeneratat e reja, apo jo? E kanë sidomos kur shkojmë në prekazin heroik, se ne kemi një datë të veçantë të 6 marsit dhe shkojmë kështu siç na shihni, po shkojmë me bilik luftëtarë, domethënë. Edhe shumë të tjerë. Edhe shumë të tjerë.
dhe ati na presin me dorë trokitje, mësus, profesor, mjek, etj, dhe më thënë, bëhet një aversion i madh i poplit ku me zërin e lartë duke brohoritur uqek. E gjithmonë këtu janë dhe Nazmiu së bashku me Zenelin, apo jo? Gjithmonë jemi së bashku. Po i shohim edhe simbole ekstra dhe sigurisht që do t'i diskutojmë të gjitha këto simbole, si reagojnë kur ju shohin qytetarët, sepse e tha dhe vetë komandanti nuk është të t'i jam në gjallë frikë, po ndoshta më tepër me sjellë emocion dhe të gjeneratat e reja, po ashtu dhe të jenë të familiarizuar, të mësohen edhe për kontributin e ushtrisë qëndrore të Kosovës. Po gjithë ata që të na shohin e kanë një farë krenarie, edhe shumë herë natojnë që kjo është një ushtri çlirimtare që na ka çliru për okupatorit ose regjimit të Miloševićit. Dhe janë të kënaqur shumë që na shohin, janë të lumtur, kanë emocione. Sigurisht. Dhe në atë njëjtën rast kemi emocione. Padyshim, janë emocionet besoj të përbashkëta. Mirë, do doja pak a shumë të flisnim për uniformën, sepse këtë uniformë e keni bardhur edhe në kohë lufte, apo jo? Tani të bëjmë pak një si me thënë, një sqarim se ja vlen. Ne jemi luftar të tri luftrave, të luftrave për bashkim, të luftës shqiptare të Kosovës, me mungesë të shumta edhe në luftën e Luginës të UÇPMB-s, do me thënë për Lugin, Preshev, Medveç, Bujanovc, dhe një ashtu ishëm edhe në luftën shqiptare kombëtare për pjesën e Iliridës. Do me thënë, kjo uniform, po është e luftës së fundit, të luftës shqiptare të kombëtarës, e cila na kanë ngel edhe sot, po e mbajmë me krenari, edhe pse ne e kemi ngjitur edhe bas këtë uniform ja kemi dhënë edhe të epitetin e di luftave më parë, do me thënë. Edhe kjo e ka atë krenarin e vetë dhe unë e mbaj ati në vjersën time dhe flasë me to, Çka të ngjall, çfarë emocionit, çka të kujton më ngjan shumë se shiko, po të më ktheshin kujtese, ka shumë kujtime. Sidomos ka kujtesa kur shokët tonë dëshmorë, sot që na kanë lënë shumë kujtime dhe shumë amanete. Cilat kanë qenë kryesisht ato amanete që ju i kujtoni? Por në qoftë se do të më lejoni, unë do të trefoja që ka shumë, thash, të shumta, por në qoftë se do më lejoni, unë do të them një rrëfim apo një tregim. Shkurt lut, padyshim. Po që është edhe i përjetuar për nga një student që ka të bëjë me student, thuaj se në parasive të mi kishmi fëmijët tanë në radhat e luftës, kur ia ishe 18 vjeçar dhe kur kanë krisë pushkët e para mbi kalan e Tetovës dhe më pas janë regrutua, apo janë vargu shumë luftëtarë në njësitë tona. Dhe po e shkurtoj pibi shumë shkurt. Dhe djali kur kërsasin pushkët e para i thot profesorit, duke qenë paralenën e mësimit, i thot profesorit, profesor, qohët në kam ashtu me hote, i thot, shkon të profesor, thot profesor, këtu thot më baroj, thot mësimi im. Thot, po pse, qëfar ke? Jo, thot, po e vazhdoj, thot mësimin atje ku dha kushtrimi. Dhe me thënë, a i trim, që sot është dëshmor, e la bankën shkollore, edhe a lapsin, la letra, dhe a libra, dhe erdi ju përgjigj kushtrimit të luftës shqiptare kombëtare. Po me që erdhë, a i për 2 muaj e ca nuk ishe lajmëruar fare në shtëpi. Pra kishë edhe një mësues brillant mësues, edhe familje ti e kishin, si me thënë, e kishin përhapër si të zhdukur në monitoringën ndërkombëtar ose beti e tjera. Por me gjithatë, mas 2 muaj gjisë, djali vinë të bëjnë një telefonat në shtëpi. Dhe kur fillon me e hapë nëna e ti telefoni dhe si nënat kur e ndëgjojnë zërin e djalit të zhdukur, asaj vetë se i kësherat të fikët. Më pas kohës, djali prap i ban telefon dhe nëna zgjohet, fillon bisedë si nëna me djali, dhe djali i thot nën, më pritë, thot, se qëtunën dhe dilën, ditën e dilë, thot, do të vi, thot, pak për pushim në shtëpi. Por nëna Burnesh, nëna shqiptare, ja këthen, se i thot djali, thot, unë jam në front të luftës dhe jam i gjallë. Dhe nëna, ja këthen me këta fjalë djali të vetë, edhe djali për malë, si që themi ne, djali hasreti.
I thot burimi nënës, e pas ke gjetë rrugën atë vetare, po paliri mos më kthe. Sigurisht që këto fjalë ju emocionojnë juve, më shumë do shta edhe se neve, sepse ju keni përjetuar dhe është Edhe pse një tham humbje ka apo- shumë, po megjithatë ki populli joni ka harru gjithat. Ka harru atë Kolgotën e cila i gjithë populli shqiptar marshoj rrugëve të botës. Më kujtohet 11 qershori kur kam prit dhe kam sorinë e NATO-s britaneze kur është fut në ora 5:30 minutat të mëngjesit. E prori britanez thot kështu, kur afrohemi ne të likë ishmi, sepse pa hangër, pa pi, si në luftën toksore, nuk ishmi luft ajrore, si që janë sot. Po ne ishmi të fuqishëm, ne ishmi rezistus ndaj agresorit. Kur vin e prori britanez thot, hey, you man, very good, nice, fat, thot, ju jeni të fort, fuqishëm. Thot, ju thot jeni NATO. Për fatkeq, kjo ka qene në përmes radio-televizionit ZDF Gjermanisë. Por këtu të shkretit tonë, i shkurtojnë paksa gjitha këto gjërat. Këta dokumentari janë mesazh. Në gjuhën angleze thënë message, për gjithë kombi shqiptar, po edhe për Evropën apo për EU-Gropën. Kur një epror britanez thot që ju jeni NATO, dhe ne jemi forcë humane ajrore, kjo ka një kuptim të madh, për mua sidomos. sigurisht. Po edhe duhet të ketë kuptim edhe për të tjerë. Pra luftat shqiptare e Kosovës ishe alfa dhe omega e çlirimit të këtij vendit, ku të gjithë këta dëshmorë u ngritën në altarëriz, ku edhe dëshmorin fjalë sot është dëshmor Burim Husseini. Është dëshmor. Ndërkaq krerët e UÇK-s ndodhen në Hag, e kemi pas dhe një lajm së djeshme që është vazhduar para burgimi edhe për 2 muaj të tjerë Hashim Tllaqit. Kjo pasi që sipas kësaj gjykate, rreziku i madh është që Tllaqit aratiset. Tha që nuk aratiset. I merrni këto lajme ju, si pranoni ju, si bashkëluftar? Të jemi shumë transparent dhe të drejtë shpirtnisht. Thashtë dhe më parë, po e citoj dhe njëherë fjalën e popullit. Ki popull, po duket se po mbaron me atë poemën e Naimit. Apo ki popull me aq luksus të madh, që ka arrit nuk e di se ç'është vlera më. Kjo garnitur që e përmenet ju, që gjindet në ato dhomat e speciales kriminale, se i ka dalë në gjira më. Ata burra që gjindën atje, që ato thojnë në paraburgim, ata janë në burgim, nuk janë paraburgim. Ne dhe dëshironi që gjithë e para do të nisja prej kuvendit tokës dërdënde. Po e gjithë politika jonë, po duket se janë përgjumosur, duke garu në vete, se cila garon në ate se çka të arri për vete. Asgjë nuk bëhat për ata që gjindën në Hag. Po të kisha veç pak kompetenca, sinqerisht them. Unë sot me këta shokët e mi, do shkoja ta zinja hyrjen e kuvendit, gjitha edhe nuk do t'i liam të futën mbrena hiç, ne nuk kemi bunker të luajnë me denjat e këtij popullit. Po luajnë me ndjenjat e popullit politikane? Po luajnë shumë. Po luajnë shumë. Ndërkohë ju edhe keni menduar paka shumë edhe një protest, një marsh që do të bëni, apo jo do të involvoja pak edhe Zenelin e Hasanit, Nazimin? Ne me të vërtit kemi kërku që 2-3 herë që me në përkro me një protest. Se me të vërtit në vjen për me qojtë kur i kemi atje, krerët e UÇK-s. Ata cilët e kanë udhëheq një luftë shejt, një luftë të pastër si luti, aty venin e kam për më gjyku kriminert e Serbisë. Ju udhëheqit tanë të UÇK-s.
Me të vërtet, neve nuk po na përkrojnë për protesta, se ne kishmi marrë një iniciativë që të shkojmë edhe në Haga që të protestojmë, por vetëm do të me u angazhu shteti jonë. Do të me angazhu, me na i regullu do rrugën apo diçka atje, edhe na jemi në gjendje me shku atje me protestu deri në lirimin e tëve. Ose këtu mos më ndalë heq, deri sa të lirojnë. Keni menduar dhe këtu të bani ndonjë protest, ndonjë marsh? Po kemi menduar edhe këtu të bëmi një protest, një marsh, po politikanë tonë, dhe me thënë, nuk na përkrajnë kërkush, që t'ju dalëm në mbrojtje udhëheqësir që e udhëheqën një luftë lavdishme, që ishte luftë e pastër, ditën dhe me thënë të banën luftën, ditën të udhëheqin mas luftës, të shpallin pavarësien, të formojnë ushtrien, të i bojnë gjitha, por politikanë sot nuk i interesan fare, por krerët e uqëkës që kemi atje. Ata filli këshirin punët e veta, t'i zajnë pozitat e veta, kurse për protestën që do t'a momi na, ata nuk na përkrajnë fare. Çfarë përkrahje ndoni ju nga vetë politikanët dhe keni paka shumë kritika edhe ndaj partive, të cilat janë të krahu të luftës, që nuk janë mjaftueshëm në zë, apo ndoshta as ato nuk kanë çfarë të bëjnë sepse nuk janë në pushtet, janë opozitë dhe për momentin ish opozitë sepse s'kemi institucionet krijuara. Kush duhet, kujt i përket të japi zë ma shumë kësaj çështje? Tani zë duhet të jep ma tepër se ne kemi kupollën shtetërore. Kemi presidentën, kemi kriministën, kemi rangje politike të shumta këtu, se janë ban shumë këtu, tani nuk po dim edhe me ingjetë, thëmë të drejtën. Këta duhet me dhënë zë. Kuvendi i Kosovës sot është në gërç politik, jo njerëzor. Prandaj ati do të jep të zëri ma i lartë dhe ku do të kishin pas mundësi që të bëjnë një rezolut, s'paktin rezolut, kundra kësaj speciales, lirisht dhe shpirtnisht mund të them që është kriminale, sepse asë një gjën nuk ka në pjesën juridike për të drejtat e njërit. Ajo vetë është i shkel të drejtat e veta me konventën ndërkombëtare. Atëherë, çfarë speciale është kjo? Si ta quajmë? Kjo nuk mund të jetë speciale, gjikat speciale, përpos që mund të jetë një speciale përfitere. Krerët e luftës që gjindën në Hak, ata dojnë sot o kur nga gjithë bashkëmbasit e tyre dojnë përkraje. Ku e tha dhe Zeneli që ne jemi të gatshëm bëjmë protest. Po ne po bëjmë protest, po kur klasat politike na mbillin rrugët dhe nuk na përkrajnë për të bënë një protest tillë, edhe kur bëjmë edhe evenimente tilla për çlirimin e përjasharët, politikanë tonë vinë me gjipa, i bëjnë ata punë, nuk nalen në rrugë, ta nderojnë bile s'pakti, jo neve po uniformën thënë, bravo ju qoftë. Po, diçka më herët thatë për Thaqin që Thaqi nuk aratiset, sepse kështu po pretendon dhe po dyshon dhomat e specializuara. Për këtë arsye kanë dhënë dhe 2 muaj të tjerë vendim për paraburgim. Shiko, unë prapë po i kthema speciale po don ngjyrë, se i ka hup ngjyra dhe po don arsye që s'ka më arsye. Kjo po don me shtim mandatin e saj derisa sa ati është në pitje interesi. Nuk është në pitje Thaqi, më fal shprehe, se Thaqi kur i ka rezistu gjithë asaj kolgotet luftës, nga vitet e 90-ta, deri 90 qershori 99, e më tje, edhe që ka qenë mbështetje luftës Luginës Preshevë dhe e kombëtarës. Thaqi ka qenë një generator i luftës, një drejtori i përgjithshëm, kuadrët luftës shqiptare të Kosovës. Më pastaj, Thaqi ishte edhe kryeminist i këtij vendit, më Thaqi ishte edhe president i këtij vendit. Atëherë, çfarë unë i shkreti duhet të maj për një njeri kaq të madh? Zoti është i madh, po nanën historike edhe ki është. Ta krahasojm Ismail Qemal Bevlorën, që Hashim Thaçi është historian, po e bëri historinë vetë, dhe e ka shkru vetë. Tani unë këtu belbëzoj në brapa speciales. Specialen duhet me e tunt populli shqiptar, për me rujt vlerën e vetë. Thaçi, Kadriu, Krasniqi, Calin, që na i kanë dënuar dhe Calin me shumë vjetë, se Cali ka qenë veç një luftar në mbrojtjen e vendit. Të dënojsh ti çlirimtarët. Në dënohet Rusia dhe Serbia. Ata kanë bërë gjenocid.
Këta varët e tokës tonë nuk vim ne, nuk shkojmë ne për çdo javë, thu i shkojmë në për dëshmorët këtu, se këtu ka bërë gjenocid një gjenerator kriminal sërb. E nuk kanë bërë shqiptarët. Shqiptarët kanë qenë shtrimtar këtij vendit. Edhe zoti presidenti Hashim Thaçi, apo kreu luftën shqiptarit të Kosovës. Ai ka mbrojtur në pragën e shtëpisë së vet. Qartë. Edhe ne duhet ta mbrojmë edhe sot atë të gjithë për një. Qartë. Mirë, sepse e di që për më folë për specialin, për më folë për këto që pëndodhin, nuk na mjafton kohë, mi statë me qenë se jemi drejt fundit, unë me shumë knajsi kësha pas qef me na i prezentu pak edhe roba që i kini vesh dhe këto mjetët që i kini përdor atëherë. Lutem, komandant. Po, falenderes ne si simbolik i veshmi këta robat vetëm për shumë shkaqe, sepse po duket se luftën shqiptare të Kosovës, kur na shohin kështu thash që ka një aviacion zërit të poplit, edhe mos ta mbulej pluhuri, sepse këtu ka gjak dhe ka krenari. Prandaj këte nuk duhet ta lejem unë dhe shokët e mi. Prandaj kjo uniform, si që shef... Nëse mundesh me ngrit në kom. Kjo uniform është e luftës. Mundesh me dalë të pjesa poshtë, aty po. Kjo është e luftës. Ja ku je. Këtu është një celular Sony Ericsson i cili është përdorur në luftë. Ja, ky pra. Po deshet e nxjerrë edhe nga këtu. Ja, ky është. E kemi në ankand. Funksionon jo? Keni provu? Nuk e kam provu, sepse e ruaj si të ballit, se na ka kri shumë punë gjatë luftrave. Kur na mungojshin radiolidhët, i përdornim këto. Dhe këtu, në anën tjetër, kemi dhe një bosull që, edhe pse kemi qenë tokën arbërore, ne fakt kemi arë nga perëndimi në luftën shqiptare të Kosovës, nga Gjermania, nga Berlini. Kjo nuk është orë, kjo është një bosull që është përdor edhe në luftë. I ruajmë si suvenir akoma, që kemi edhe shumë pjesë tjera, po ato i kemi në shtëpi dhe kuptohet. Pra, këtu e kemi edhe një ku gjatë trajnimeve të luftarëve dhe gjatë periudhës luftës, se të thrashish me zërit do njëherë nuk në bante, po e kishmi këte. Mblidhuni, je theshmë. Pra, edhe këtu, më pitët a keni armë. A keni armë? Tani do t'i zbulojmë sekretet. Këtu është një armë e ftoftë. Por kja armë banë shumë punë. Me këtë armë, këtu i ka të gjitha. Me këto, na u kanë dashë, kur kemi ra në për mina, dhe me thënë, minat që ka pas lidhë se ku të di, ne me këto ja u kemi prej, si me thënë, atë kablon, dhe me thënë, telin, dhe me thënë, edhe i kina dal nga reziku. Tani, pjesë qera i kemi lanë shpi, nuk do të anim që pra, t'i zbulem të gjitha sekretës, se na duhen akoma, se ne veç jemi qliruar, si jemi liruar. Dhe me thënë, jemi në punë. Por ne si iniciativ, do të bëjmë këto evenimentet tona, po dhash zoti që të bëjmë një protest në Tiranë. Sepse Tirana është bastioni të gjithëve ne, sepse akoma jemi me kufi. Betimin e kemi dhënë për ribashkimin e tokave shqiptare, po ja që jemi akoma me kufi. Jemi krej në fundë që do doja t'i kthesha pak dhe Nazmiut, shojmë dhe uniformën e Nazmiut, qka simbolizon, qka paraqet? Kjo uniform do më thane që kam veshur sot, kjo nuk është uniforma originale që e kom bajt në luft, se në luft isha në mboshën 17 vjeqare, dhe isha shumë ma i vogën, ma i dëpë, s'ka pas shansë mi vesh. E kom vesh uniformën gjermane, e kom pas veshër, po taj me gjithë se së mbana ja uniform, e kom zhjedhë këtë uniformën amerikane që
ta veshi në për manifestimi që kemi, datat që kemi që dalëm, i nderojmë dëshmorët, i nderojmë. Po këtu nderohet gjithashtu dhe FSK e UQK. Kjo dhe me thonë është e UQK-s që është një luftë e lavdishme që e përjetu më na vetë, kurse këta e mojna me krenari se kena ushtriën tonë që na prindë dhe me thonë edhe na mbronë për gjitha sen, e mojna me krenari dhe me thonë edhe emblemën e FSK-s. Po ashtu me plot emblema dhe me shumë krenari e lartëson uniformën dhe zenelin. Po, unë e kam edhe uniformën tjetër të luftës në shtëpi, po këtë e kam zgjedhë me vesh që 4 herë më duket mola, më shumë se më vesh, se kjo e ka një farë kuptimi se kam qenën në TMK, edhe ka atë kuptimin, dhe me thonë, pe ushtisë shlimtare të Kosovës, ka lind trupat mbrojtëse të Kosovës. Pe trupat mbrojtëse të Kosovës ka lind ushtria e Kosovës, të cilën e kemi edhe që jemi krenar me ta. Plot histori. Plot histori është. Sigurisht. Unë jam shumë e lumtur që ju pata sot në studion e emisionit Mëngjesit. Ju përshëndes shumë, shpresoj që gjitha ato dëshira, ato kërkesa që i keni të realizohen dhe ju pres. Sërish, çfarë do që ju keni për të drejtuar tek shikuesit, ta shfrytëzoni studion e emisionit tonë. Shumë kënaqësi. Faleminderit shumë. Një mesazh të fundit. Lutem. I thrasmi të gjithë luftëtarët kudo ku janë, të 3 luftrave për Bashkim Kombëtar, që gjuhën dikush ta pastroj, të bëjnë gjuhën e asaj shërbetit, sepse gjuha është shërim, fjala e mirë është shëruese, dhe i thrasmi të gjithë luftarë që të na rrethkëtojnë në iniciativën të gjithë për luftëtarët, sepse iniciativa është pjesa e këtij popullit, po nuk është profitabile, nuk është fetare, po është puro kombëtare, dhe ne i thrasmi të gjithë që ta veshin uniformën e luftës shqiptare të Kosovës edhe sot, edhe nesër e tutje. Faleminderit për ftesën që na i bët, ishte nder dhe kënaqësi, u takoshi për gëzime herë tjera. Shpresojmë ashtu. Faleminderit. Për fund dhe keni një ritual që e bëni apo jo? Në këmbë. Kush jemi ne? UQK. Kush jemi ne? UQK. Kush jemi ne? UQK. Lavdi. 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 Nder respekt për luftën, nder respekt për gjithë dëshmorët e kombit. Duart poshtë. Lavdi. Lavdi. Hey, our